Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Ish kryetari i Partisë Demokratike Dega Lushnjë dhe një herazi dhe fituesi i primareve të Qarkut Fier për kandidatët për deputet Eduard Sharka dha një intervistë për televizionin 4+, ku foli për zgjedhjet, ekipin e Partisë Demokratike Qarku Fier dhe debatet për primaret. Ish kryetari i Partisë Demokratike Dega Lushnjë dhe kandidati për deputet i cili doli i pari në primare në Qarkun e Fierit, Eduard Sharka, në një intervistë për televizionin 4+, tha se është hera e tretë që kandidon për deputet dhe kjo është e treta e vërteta e kauzës së tij që me besim do ta fitojë. Është e treta herë, kam kandiduar në 2013, në 2021 isha i teti në listën e koalicionit djathtë, tani jam i pesti. E treta vërtet. Unë kam kauzën time. Unë jam formuar për administrim publik. Në administrim publik kur ishte administrim total, sepse kam marrë shkollën para 19-s për ekonomisë plani. Kam bërë një master për administrim publik, kështu që është pasioni im administrim publik. Unë mendoj që jetojmë në një vend që Zoti ka dhënë shumë çka, pasuri natyrore e tjera, dhe jemi në këtë nivel të zhvillimit shoqëror, të demokracisë dhe të mirëqenies për defektet të administrimit publik. Ajo që në fjalë thjeshta quhet për mungesë të shtetit, funksionimit të shtetit. Zoti Sharka deklaron se jetojmë në një regjim, në një narkodiktaturë, prandaj është jetike që të triumfojnë njerëzit me kauza. Gjithashtu ai u bëri thirrje medjave që të pasqyrojnë këtë realitet në të cilin po jetojmë. Ne pothuajse jemi në një regjim. Tashmë është pranuar dhe është deklaruar nga institucionet ndërkombëtare që jetojmë në një narkodiktaturë, mafiokraci. Ne po garojmë kushtet krejt pa barabarta. Ju i keni parë, por unë nuk kam parë thuhet në asnjë media që Balluku, përveç ushtrisë patronazhistëve që janë këtu në Lushnjë apo në Qarkun e Fierit, lukuni administrate që nuk bëjnë asnjë punë shërbim publik për cilin paguhet, por vetëm merren me shqyrtimin e votuesve për të gjetur një grapçe ku ta kapin që ta detyrojnë të marrin votën. Balluku ka sjellë dhe gjithë ministritë, dy ministrisë, aq shumë janë këtu sa që e kalojnë numrin e punësuesve në një ministri. Kandidati për deputet Sharka është optimist për skuadrën e Partisë Demokratike të Qarkut Fier që do garojë në zgjedhjet e 11 majit, edhe pse pati debate për rezultatet e primareve. Jemi skuadër e pakrahasueshme për sa i përket kauzës, për sa i përket kontributit në interes publik. Jemi njerëz që çdo ditë japim opinionin ton për interesin publik. Denoncojmë, japim zgjidhje, kurse në listën e kundërshtarëve tanë janë njerëz të ardhur nga hiçi që po të hapësh mediat sociale të tyre nuk gjen një status për interesin publik. Zoti Sharka e mbyll intervistën me thirrjen që qytetarët të vlerësojnë realitetin dhe ta mundin frikën, pasi Partia Socialiste nuk ka asnjë kauzë dhe figurë të besueshme. Ata nuk kanë asnjë kauzë, nuk kanë asgjë për treguar asnjë punë të mirë, por thjesht duan sërish çelësat e buxhetit të shtetit që ta vjedhin siç e kanë vjedhur këto 12 vjet. Thirrja ime është për qytetarët që të vlerësojnë realitetin. Kryeministri Edi Rama në rubrikën Sy më sy u shpreh se fitoria e Partisë Socialiste nuk vihet në diskutim, por i duhet një mandat i fortë i katërt që askush të mos dalë në rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama ka kërkuar një mandat të fortë për Partinë Socialiste më 11 maj në rubrikën Sy më sy. Ai u shpreh se fitoria nuk vihet në diskutim, por se një mandat i fortë duhet që askush të mos dalë në rrugën e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Futja jo në Bashkimin Evropian, bashkimi me atë familje të madhe është një çështje ekzistenciale. Nuk mund të rrim veç, nuk mund të rrim jashtë, nuk mund të jemi delja që e ha ujku. Duhet futemi aty e kemi vendin, aty
kanë dashur ta shohin Shqipërinë të parët tanë, duhet Shqipërisë pasaport evropian. I duhet Shqipërisë pasaport evropian, se në momentin që futen në Bashkimin Evropian, kemi dhe një buxhet ekstra nga Bashkimi Evropian. Në gjithë këto vite, në total, kemi marrë nga Bashkimi Evropian një mbështetje 1 miliard, diçka më shumë se 1 miliard. Me futjen në Bashkimin Evropian është viti më shumë se 1 miliard, çdo vit. Rama u ndal edhe tek momenti kur Shqipëria do të jetë pjesë e Unionit, duke thënë se pavarësisht përpjekjeve për integrim, mund të mos jetë ai personi që do të ulet në tryezën ku shkruhet Albania. Kjo pasi mandati qeverisës mbaron në 2029, megjithatë u shpreh i bindur se përfaqësuesi i Shqipërisë pra kryeministri i ri do të jetë sërish nga Partia Socialiste. A jam unë që shkoj atje dhe ulem për herë të parë tek ajo Albania, apo është dikush tjetër, kjo nuk ka pikë rëndësie. Unë jam ama do ta vë atë Albanin atje. Do ta vë aty, edhe do ta marr për dorë kush tjetër. Çfarë do që tjetë ai që do jetë? Unë besoj që do jetë socialist. Unë të jetë socialiste. Por, marr për dorë, dhe them, ullu tani. Edhe vazhdoni ju gjenerata e TikTok-u drejtoni Shqipërinë, se do ta kemi vënë TikTok-un në vijë, do ta vënë shumë më shpejt TikTok-un në vijë bashkë me kompaninë se po punojmë. Ajo që ne po bëjmë nuk është që e kemi mbyllur TikTok-un një herë mirë, por e kemi mbyllur, po e mbyllim tani domethënë ditë për ditë po ngushtohet, e ke parë që është vështirësuar derisa vërtet këtu. Po ndërkohë me kompaninë TikTok ne po punojmë dhe po presim që na bjerë një plan për filtrat që vendosi për të siguruar fëmijët, për të minimizuar bullizmat, për të futur gjuhën shqipe, për të stimuluar me algoritëm ato programet e reja që ka për shkencën, matematikën etj. Dhe natyrisht edhe për argëtimin. Kështu që lëre mos të dëgjoj Bufin do hysh një histori kështu, do hysh një histori ashtu, se Bufi për vete e ka kryer me histori. Bufi le të rrotullohet nga doj në histori, e ka vendos veten në një pjedestal me kallama, Buf kënete. Mos dëgjoj Bufin, mos shko mbrapa Bufit, se të ha. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha sot paralajmëroi pastrim të Partisë Demokratike siç është parashikuar në programin e saj. Çdo qindarkë e vjedhur do t'u kthehet shqiptarëve, u shpreh ai. Departamenti i Partisë Demokratike prezantoi libri i zi i rilindjes. Kryetari i saj, zoti Berisha, sot ka paralajmëruar pastrim të Partisë Demokratike nga të gjithë ata të cilët do të korruptohen dhe grabisin qytetarët. Ai u shpreh se një gjë e tillë është parashikuar në programin e Partisë Demokratike, ndërsa shtoi se do të lokalizohet çdo qindarkë e vjedhur dhe do t'u kthehet shqiptarëve. Ta djemë dhe vajza dhe ne së bashku, kemi zgjedhur të luftojmë, kemi zgjedhur të qëndrojmë në këto të vërteta, sepse këto janë të vërtetat më të hidhura që kanë përjetuar shqiptarë, po janë të vërtetat të hidhura dhe për Europën. Kështu që i parë në këtë kontekst, ky libër merr vlera të jashtëzakonshme. Ky libër i hartuar nga shqiptar, nga intelektual të shquar, që jetojnë në vendet lira, ka një avantazh shumë të madh në analizën e tij, në fjalorin e tij, në paraqitjen e tij. Vërtet, mund thot dikush se është propagandë. Është gjithçka e bazuar në të vërteta. Është në të vërtetë është autopsia e këtij regjimi 12 vjeçar që shkatroi materjen tonë kombëtare më shumë se çdo luftë, më shumë se çdo pushtues, më shumë se çdo diktaturë më pashme. Më parë theksova se këto dy libra janë
të një rëndësie thelbësore për të kuptuar programin e Partisë Demokratike të Shqipërisë Madhështore, për të frymëzuar në këtë program, se me të vërtet është programi më i jashtëzakonshëm që është paraqitur ndonjëherë. Cili do që i hedh një sy librit të punëve të mira, ky projekti i Shqipërisë Madhështore, aq sa duket i largët, aq qenë ka i mundshëm, aq qenë ka real, sepse kjo parti, në shkurën e saj, ka disa nga momentet më madhështore në histori. Ka momente madhështore si themeluese e pluralizmit politik në vendin memorist të planetit. Ka moment madhështor ndërtimin e institucioneve demokratike dhe ekonomisë tregut në vendin më hiperkolektivist të planetit. Presidenti i Serbisë, Vučić, reagon ashpër ndaj marrëveshjes Shqipëri-Kosovë-Kroaci në fushën e mbrojtjes. Kanë hapur gara armash kundër nesh, thot Vučić. Presidenti i Serbisë, Vučić, kundërshton deklaratën në Tiranë më 18 mars mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë për të forcuar bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Vučić tha se Shqipëria dhe Kroacia kanë hapur një garë armësh duke nënshkruar memorandum për bashkëpunimin në mbrojtje me Kosovën. Është situatë e vështirë për ne, por ne kemi kuptuar mesazhin e tyre dhe ne do ta ruajmë vendin ton, do t'i pengojmë ata dhe gjithmonë do ta mbrojmë me sukses nga çdo agresion i mundshëm, qoftë edhe një agresion kaq i fuqishëm, tha Vučić për gazetarët në Bruksel më 19 mars. Duke folur pas një takimi me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Rutte, Vučić theksoi se memorandumi përbën shkelje të marrëveshjes nën-rajonale dhe se është i bindur se NATO-ja nuk ka qenë e njoftuar për këtë gjë. Ai tha se këtë çështje ngriti në takimin me shefin e Aleancës Veriatlantike, por nuk tregoi se çfarë ka thënë Rutte në lidhje me të. Ai shtoi se me Rutte ka biseduar dhe për situatën në Kosovë dhe marrëdhëniet ndërmjet ushtrisë serbe dhe misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR-it, si dhe për situatën në Bosnjë dhe Hercegovinë. Rutte ndërkohë shkroi në X se me presidentin serb bisedoi për rëndësinë kritike të ruajtjes së sigurisë rajonale, si dhe se si do të vazhdojnë të forcojnë marrëdhëniet NATO-Serbi. Deklarata e nënshkruar nga ministrat e mbrojtjes së Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës kërkon forcimin e bashkëpunimit trepalësh dhe rëndësinë e reagimit të përbashkët ndaj sfidave të sigurisë, kërcënimeve hibride dhe rreziqeve të tjera që mund të rrezikojnë stabilitetin rajonal. Deklarata përfshin, siç raporton radio-televizioni kroat, promovimin e aftësive mbrojtëse dhe bashkëpunimin mes industrive të mbrojtjes, forcimin e ndërveprimit ndërmjet edukimit, trajnimit dhe stërvitjeve, kundërvënien e kërcënimeve hibride, si dhe mbështetjen e plotë për integrimin euroatlantik. Deklarata lë të hapur mundësinë për vende të tjera për t'u bashkuar asaj. Serbia e kundërshton pavarësinë e Kosovës sepse e konsideron shtetin pjesë të saj, megjithse dialogon me Kosovën në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në një proces që synon normalizimin e plotë të marrëdhënieve. Atlasi i qelizave të trupit të njeriut u krijua nga shkencëtarët dhe përshkruan disa nga 37.2 trilion qelizat e trupit të njeriut. Studiuesit përdorën teknika të avancuara për fshirë inteligjencën artificiale. Shkencëtarët kanë krijuar një atlas që përshkruan disa nga 37.2 trilion qelizat e trupit të njeriut. Studiuesit përdorën teknikat avancuara për fshirë inteligjencën artificiale për t'u afruar objektivit dhe për të krijuar një atlas gjithëpërfshirës me të gjitha llojet e qelizave njerëzore, që do të na ndihmojë të kuptojmë më mirë se nga çfarë përbëhet trupi ynë. Imazhet janë aq të mahnitshme sa që mund të ngatrohen me vepra arti. Pra, këto janë qeliza njerëzore të regjistruara si pjesë e një projekti ambicioz për të hartuar një atlas të gjitha llojeve të qelizave njerëzore. Puna kërkimore në kuadrin e iniciativës Atlasi i qelizave njerëzore publikuar nga revista Nature përdori të dhëna të avancuara dhe mjete analitike për fshirë inteligjencën artificiale për të krijuar një hartë të hershme të detajuar të disa prej 37.2 trilion qelizave të trupit të njeriut. Studiuesit kanë prodhuar gjithashtu një atlas organoid të trurit që zbulon aspekte të zhvillimit të trurit.
Shkencëtarët shpresojnë që atlasi me rezolucion të lartë dhe i disponueshëm për të gjithë, i konsideruar si një variant fillestar, do t'i ndihmojë studiuesit të luftojnë sëmundjet që dëmtojnë qelizat njerëzore. E themeluar në vitin 2016, iniciativa Atlasi i qelizave njerëzore ka tashmë mbi 3600 antar nga 102 vende. Shkencëtarët e kësaj iniciative po krijojnë gjithashtu atlase të tjera që mund t'i ndihmojnë të mësojnë më shumë rreth shkaqeve themelore të sëmundjeve dhe shëndetit në pjesë të veçanta të trupit. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.